Në kuadër të nismës së Qendrës për Kulturë për zhvillimin e jetës kulturore dhe artistike në qytetin ton, së shpejti do të formohet kori i fëmijëve të qytetit të Tetovës, një projekt që synon të bashkojë zërat e pastër dhe të sinqertë të fëmijëve nga shkollat fillore të Tetovës me rrethin, njoftuan nga Qendra për Kulturë në Tetovë. Sipas njoftimit, në këtë kor do të marrin pjesë nxënës të klasave të treta, të katërta dhe të pesta, të cilët do të kenë mundësinë të shprehin talentin e tyre muzikor dhe të përfaqësojnë shkollën e tyre në një ansambël të përbashkët qytetar. Qëllimi i formimit të këtij kori është të kultivojë dashurinë për muzikën, të zhvillojë ndjenjën e harmonisë, bashkëpunimit dhe përgjegjësisë kolektive, por edhe të krijojë hapësira të reja për afirmimin e fëmijëve në fushën e artit dhe kulturës. Muzika si gjuha më universale do t'i bashkojë këta fëmijë në një përvojë të paharrueshme, duke i mësuar se bukuria qëndron në unitet, përkushtim dhe frymë të përbashkët, thuhet në njoftimin e Qendrës për Kulturë në Tetovë. Ky projekt është një ftesë për të gjithë fëmijët që duan të këndojnë, të mësojnë dhe të bëhen pjesë e diçkaje më të madhe se vetvetja dhe është një përpjekje e përbashkët për ta bërë Tetovën një qytet që kumbon edhe me zërin e fëmijëve. Me realizimin e këtij projekti, synohet zbulimi i talentëve të rinj, të cilët në të ardhmen do të jenë figura të njohura për kulturën dhe qytetin e Tetovës.